Çka nëse ti për shembull e kishe pas kështu ndur, çka kishe sakrifikuar për më liru ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi? Jetën. Kam i bëj gjatë 2 vjet në shtator. Jetën e jap që të lirohen të katërtit. Me herë vdes. Me herë hiç pa menduar fare. Për ata ka nevojë Kosova. Për ata ka më së shumë të nevojë Kosova. Pse ka nevojë? Hashim Thaçi është lider botëror. Tani Amerika. Qëmër sot ku kemi gjendjen. Qëmër cili president ose kryeministër ke në Amerikë ose në Evropë. Kryeministrin, të regom ati mu mbrenda 5 vite, ku ka qenë? Unë do t'ja pranoj, së është kryeministrin. Ka qenë kryeministrin. Ta është vetëm deputet. Atë pozit e manë. Kush i ka fajt për mos krijimin e institucioneve? Çka mendoni ju? Ai që e ka ndur, normalisht? Në politik nuk hyet me marrë rrogë. Në politik hyet me marrë vendime. Unë kam qenë pjesë e politikës, kam qenë edhe këshilltar e ministrit. Mirë po, në politik ta kanë hi vetëm që ta lejnë Kosovën mrapa. Nëse dikush thot, ose sa drejt ti ma thuaj mu, qa ka bo për 5 vite? A di qa po thonë populli? Këta që nuk e dojnë krahun e luftës. E ka shliru Mitrovicën. Jo, bursën Mitrovic, kam qenë Lepësavesh, denë Kofe kam qenë. Denë Kofe kam qenë para 15 vite, 20 vite. E ta që hek furi, a o heka ju, se kishin të karabinjera të shinalo. Dëgjom, kjo është etap e cila e ka nënshkruar Hashim Thaçi. E cilës më së shumë të ndihmon Ramush Haradinaj. Pas ka nënshkru mirë në sana se Ramush Haradinaj, po shumë i ka nënshkru. Kur nuk shkruan Hashim Thaçi keq. Kur nuk shkruan Ramush Haradinaj keq. Kur një jetë e Kadri Veseli, e Baci Jakub, edhe Rejgja. Tjetër se ano që janë në subjekte tjera politike. Për mua është kraj luftës. E do mbetet kraj luftës. Inshallah do Zoti bashkohen të katërtit edhe liruar. Liria ashtu rrjedh për tynve. Këtë liri që kemi në sot, e kemi për atinve 4 burra që sot mohon padrejtisht në gjykatën speciale të Hagës. Në vërtet. Na shta regjia e kohë, po kalim të këti personalisht, që që kysh në rallë të ushtrisë ligjore të Kosovës, kalzohë edhe ma herët, i kem lidhe këtë bu atje të ri nga Kosovë dhe ke ardhë, dhe me thonë, i ke prunë, i ke sjellë në Kosovë. Këtu e kini foto? E ka jenë foto? Kjo është grupi... Që ki jetë ja, po? Me ka poqë të kush, po? Kjo është grupi i Solingenit, është quajtur. Unë jam kthyer nga Shqipëria dhe këta ushtarët janë burgos në Austri dhe i kanë kthy prapë në Gjermani. Dhe më kanë ftuar shokët nga Stuttgarti. Bekzat Gashi, Kushtim Adergjonaj, Gzim Avdimetaj, Mehmet Qumili, që i kanë kthy një grup bashkëpunëtor dhe nesër duhet të nisi prapë. Unë i kisha 2 ditë që isha ardhur nga poshtë dhe pranova me gjithë dëshirë. Kur kam shkuar në Stuttgart, ku kem pas vendin, ka qenë shumë objekti madh, e kam po që ushtarët ishin të dëshpëruar shumë, ishin të lodhën shumë, dhe u kanë marrë një fjalim para meje, mirë po, sa më kujtohet mu, kjo që ma ka qitë dorën është Musa Smajli. Musa Smajli një problem që po vje kanë erë të na, snajperisti? Po, aja është. A ki foto tjetër? Po. E pse këtë foto me mundë sëna? Përbes, ka qenë aden ma i gjallë. Pja timve? Po, edhe me nëzirë prejtë ke me hi me shku me luftu. Bua? Po. Edhe këtë kur t'jen stitë të nga kanë erë. A ki tjetër e regjia, po? Shumë interesant, kom shumë foto. Nashta e kohë në tjetër e regjia. Shumë interesant, nuk e di kush ka majt fjalim para prak. Këtu është do më thënë gazeta që ka shkuet nga kampi i azilantëve në front të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Atë kujtuhet ndaj diçka me musën të më thonë, a kun kështu për të ragjia dhe atëra kun... Jo, ka qenë ma aktiv. Po dhe, për të ragjin kuptimin e mirë fjallës. Dhe këta që kanë majtë fjallin para meje, ka qenë Avdil Buja, vllavi i... Atë kujtuhet ndaj thonje e musës që ka thonë, jam i gatshëm? Po, jam i gatshëm për me vdek, me gjitha këto i ka pas, për kur erdha une, isha me uniform. Edhe i ardhë mirë kërë më pa me uniform, edhe vishë ma ka boj herë, më si edhe ti si kur këta.
në luftë, unë thash, okej, do të nisemi, nesër, çdo sa në rregull. E që ka thonë Gjermani jemi të gatshëm edhe për Maqedoninë, ç'të shka? Tash të kallzoj ato, në intervistë ku kemë ardhur në Shqipërinë. Edhe ku jem nis çfarë foti për patëm sa u Livdova, unë kishe do të shkoj, mirë po autobuset që na transportojshin në atë kohë nuk i kam njoft atë shoferin. Dhe ai ka përdorur linjen, thuaj që të njëjtën linje ku kanë hes para 2 ditë.